Zë Hysejnaj, ju I keni dëgjuar rrëfimet e familjarëve. A keni pasur rastin që të bisedoni me këta të mbijetuar? Po që të gjithë I kam liber. Prandaj po ju pyes pra që t'u asillen publikut, se publiku mbase s'e ka lexuar. Që të gjithë I kam liber, disa cilët kanë rrëfimet e veta familjare këtu ju të mbijetuarit, por disa familjarë cilët kanë pësuar antarët e tyre, edhe kanë ndru jetë 3 prej tyre cilët janë në liber, kanë ndruar jetë gjatë punës që është ban me liber. I kam të 6 rrëfimet e 6 mbijetuarve që I kanë qenë brenda, duke filluar nga Ramadan Muçolli, Hysen Pluna, Lumnie Muçolli, Leotrim Caraku. Arbenita, që ka qenë 3 vjet e gjys, vajza e Lumnies, e kam një dëshmi të saj, një deklarat të saj të hershme, se ajo rrëfimin nuk ka mundën të më jap. Mirë po nëna e saj ma ka japën rrëfimin, dhe që të gjitha rrëfimet e këtyre... Dhe çfarë ka thënë pra në këtë rast nëna e saj? Po të gjithë thonë, të gjithë kujtojnë shumë çka. Edhe të gjithë... Cilat janë kujtimet më të rënda? Ma të rënda janë kujtimet e Leotrim Carakut edhe të Lumnies. Sepse secili prej këtyre të mbijetuarve ka parë diçka, por Lumnia edhe Leotrimi kanë parë gjithçka. Këta dy kanë parë gjithçka sepse të fundit kanë dalë dhe janë mundu t'ju japin ndihmë të plagosurve që I kanë pasur se po vujnë me plagë të ndryshme dhe rrëfimi I tyre është rrëfim rënqes, është rrëfim na po flasëm këtë studio sot, po për me tregue diçka çfarë të merri kanë po ata, është jashtëzakonisht e vështirë dhe jashtëzakonisht e rëndë për ta interpretuar. Kur të kushto qoftë, unë I falenderoj shumë këta të mbijetuar që ma kanë besu rrëfimin e tyre jetësor ndoshta, edhe po du më shprej vetëm një mendim të zonjës Lumnie, e cila thotë jam me ndoshta është fat që unë kam shtuar që ajtë gjak me dalë në dritë e mos me shku, po me tregu se si ka shkuar, se që shi kumpaon për së fundi herë. Dhe cila është momenti më prekës këto, Zë Hysejnaj, pra, sepse po flasim për një ngjarje të tmerrshme e ku nuk kanë mund të afshejnë krimin, pra sepse të paktën ka disa të mbijetuar që kanë vetë për ta treguar këtë histori. Secili prej këtyre të mbijetuarve e ka rrëfimin e veçantë dhe ka rrëfimin e rëndë, por do ta veçoja rrëfimin e Leotrimit kur thotë kam qenë komplet I gjakosur në krejt trupin dhe duke parë veten, duke mendu kriminali që jam I vdekur, jam paraqit se jam I vdekur, edhe kam mbijetu. Për ndryshe ai ka shkel mbi mu, e unë e kom prek kokën e vllajt që ka pas, ju kish bë koka aq e butë, sa që I shkon, e unë kam qenë të krejt I gjakosur në trupin tem, në mesin e imagjinoj në mesin e 51 njerëzve me mbijetue, 53 njerëzve që janë vrarë në gjithë, 6 me mbijetue.